pse asnjë media ndërkombëtare nuk shqetësohet me alarmin që ka ngritë Rama, Taulanballa, Rama, se protesta e flamingove na qenë ka kështu ruse, iraniane, greke, turke, kujtun. Na e kemi pa mobilizimin që ka perëndimi për ndërhyrjet ruse apo iraniane apo edhe turke, qoftë edhe turke, në vendet cilat po themi janë pro-perëndimore. Po shohim Ukrainën, ç'a bëhet gjithë perëndimi i bashk, gjithë perëndimi i grusht për ta mbrojtur Ukrainën nga agresioni, nga ndërhyrjet. Shohim vendet e tjera të lindjes kufitare me Rusinë. Pra në çdo vend bëhet alarm botëror në rast se fillon interferon Rusia ose Irani ose ku diun, kryesisht vende jo miqësore me perëndimin dhe vlerat perëndimore. Bam si bum si Rama ka 36 ditë që ngulmon t'i japë revolucionit flamingove natyrë agjenturash, natyrë ruse, iraniane, greke, serbe. Nuk ka asnjë titull në mediat botërore që t'i bëjnë jehon kësaj. Pra asnjë media në Itali, në Angli, në Gjermani, në Francë, në Amerikë, ku shkruajnë këto gjigantët e mëdhej botëror të informimit, në asnjërin prej tyre, jo vetëm që nuk është temë, nuk është krye lajm, po edhe kur flet Rama, që shkon vet atje flet, megjithëse nëpër mediat e huaja me gjysmë zëri, nuk bërtet në mediat perëndimore siç bërtet ke këto tona, që është ndërhyrje ruse, iraniane, por diçka thot, po nuk e kapin titull. Pra që do të thot, kjo është vetëm për ato pak ignorant që kanë mbetur këtu, që besojnë akoma propagandën e Ramës edhe të Taulanballës, e kujtun gjithë me radhë që janë këta. Se po shifja edhe ditën e pavarësisë së Amerikës të Katërkorrikut, që u bë dhe protesta e madhe këtu, kishte ashtu, kisha dhënë urdhër gjithë deputetëve, ministrave të urojnë Amerikën edhe urojën. Amerika kështu e Amerika ashtu, një servilizëm i pështirë, i papar, Mirela Kumbaro, Lindita Nikolla, po t'ua shofësh, jo çdo vit e kanë bë këtë ritual, këtë vit e kishën me urdhër, e kishën bë të gjithë. Interesant ishte urimi i Belinda Ballukut. Urojmë popullin amerikan për ditën e pavarësisë, thoshte Bela. Reciprocitet Bela me Amerikën. Me ata Amelika që thonin, sa vjet kanë që thonë Amelika. Këtë herë Bela i kishte vurë reciprocitetin, me që Amerika kur patëm në festën e pavarësisë, uroi vetëm popullin shqiptar, nuk e përmendi fare qeverinë amerikane, atë qeverinë shqiptare, nuk e përmendi fare Edi Ramën, uroi vetëm popullin. Edhe Belinda Balluku ja kishte kthy me të njëjtën monedhë. Futuni te Facebooku Belës edhe do ta shihni atje se si ka uru. Pra nuk po i ngjit Edi Ramës në media ndërkombëtare, nuk po i ngjit sepse ata e dinë, gjermanët e dinë për shembull se kush po e bë revolucionin. Amerikanët e dinë, italianët e dinë, francezët që vajti ky i shtrëngonte dorën atij Macronit kështu. E dinë edhe francezët. E media franceze nuk pushon dhe s'ka pushu duke e kritikuar Edi Ramën për atë Macronin për vizitën e pritjes Ramës. Pra i thanë Macronit e bën për i lek Macronin që ke prit një autokrat në një kohë që populli i ka dalë në rrugë. U kapën tani, janë kap me një simbolik arkivol që kanë çu protestuesit tje, funeral politik, e kanë cilësuar atje që është funeral politik, e janë kap tani, e shpërndajnë atë video, e shpërndaj Rama, e shpërndaj Taulanti, shkruaj Rama letra dashurie flamingove,
sepse dun me bë asociacime të pabëshme, pra që nuk kanë të krahasuar. Taulandi kujtonte me 98-ën, po ashtu dhe Rama. Mirë po me simbolika të tilla është protestuar në gjithë Europën. Është protestuar në Itali, është protestuar në Francë, është protestuar në Greqi. Nuk është risi, nuk ka shpik rrotën revolucioni i flamingove për këtë lloj proteste, për këtë lloj simbolike në protest. E bukura është që ky i arrestoi këto protestuesit, i majtin burg atje, disa me probleme shëndetësore, disa me familjar, me fëmijë me probleme shëndetësore, i zdrydhin ndaj akt, edhe ata kur dolën nuk folën as i fjalë hakmarrëse për këtë. Thjesht thanë që policat ishin më keq se ne, edhe më të pakënaqur se ne me regjimin e Edi Ramës. Pra janë të vendosur që ta rrëzojnë këtë regjim jo ashtu si çdo Rama, me përplasje civile, me konflikt civil, që po e shtyn për ditë. Njerëzit që kanë hyrë në komisariat mron, ai natë kur ishte ajo që hyrë në komisariat, që janë të maskuar, nuk janë pjesë e kësaj proteste. Ata i stis ky si ambasada sovjetike, i stis ky si puna asaj që vajti grisi flamuri në një shteti, ambasadës një shteti mik në Shqipëri, edhe nuk është kap akoma, nuk dihet se kush je. Pra provokimet tilla i bën vetë ky. Ashtu sikurse ka ngrit një grup tani, e kam pa atë, shihni dhe emrat atje se është shumë interesante, kërkoj një kuvend kombëtar, qytetar, popullor, ca njerëz megaloman, sharlatan, që deri dje me nderi lipinin byllën Sali Berishës, sot kanë fillu i shajnë me Rame me Berisha, nga këta që përtasin Rama Hamburg, Berisha Hamburg, dhe du një kuvend kombëtar këta. Ndërkohë që nuk është në asnjë vend qëllimi i kësaj proteste, prej 36 ditësh sa u bë që protestojnë, në asnjë vend nuk është që do krijohet një kuvend kombëtar kot pa lidhje, pra një kuvend, një strukturë paralele, atë që mund ta qush atë. Sigurisht ata e dinë, sepse po e bëjnë, e dinë pse e kërkojnë, e dinë çfarë kërkojnë, sepse ata kërkojnë atë që do Edi Rama. Edi Rama do që ky revolucion, kjo masë popullore që është ngrit në kam prej më shumë se një muaji, do që të bëhen parti politike. E keni dëgjuar, Taulandi ka thënë që në fillim, Tauland Balla, Edi Rama ka thënë që në fillim, le të bëhen parti politike, sepse çdo lloj partie politike, e kam thënë herë para shumë kohësh, që edhe partia komuniste e Kinës të vinë këtu, të garojnë përballë Edi Ramës, me sistemin inxhinierik të patronazhimit që ka ndërtu ky e mund edhe Partinë Komuniste të Kinës. Pra nuk është ky thelbi i kësaj proteste, nuk është ky thelbi i këtij revolucioni. Thelbi i këtij revolucioni është që Edi Rama duhet largohet, të çlirohet Partia Socialiste dhe të çlirohet Shqipëria. Po u çliru Partia Socialiste, të çlirohet edhe Shqipëria. Që është ditën e parë, 2, 3 në vazhdim, kam thënë të njëjtën gjë. Partia Socialiste duhet shpëtojnë nga pengmarrja. Shumë deputet që më kanë shkruajt nga PS-ja, më kanë thënë që janë gati, po mobilizohen për të arrit një numër sa duan ata 5-16 për mocionin e mosbesimit. Nuk e di se sa do e arrin, sepse shumë thonë privatisht çka nuk thonë këta. Kur vjen puna për të marrë vendimin, se cili e ka atë frikën e vet, ose kujti unë ja çon mesazhin Rama. Megjithatë, kjo nuk është punë kuvendi kombëtar. Kush kërkon kuvend kombëtar popullor, i shërbej Edi Ramës, sepse ai kërkon që kjo lëvizje të bëhet parti politike. Kush nuk e shef, le t'i plasi syt që kjo lëvizje, këtu e kam fjalën për trushplarët edhe ata mbeturinat që u përmend gjithmonë, pse nuk e keni në asnjë media botërore rrezikun që kjo protestë qenë ka me influencë ruse dhe iraniane.
do ishin mbush mediat perëndimore plot sepse agjencitë e tyre të inteligjencës janë këtu. Edhe kur ka revolucion, edhe kur s'ka revolucion. Sepse nuk duan që Rusia, Irani të interferojnë në vende që ata i kanë aleate. Po të kishte, sikur një thërrime të vogël të kishte influenca të tilla, do e kishën bë vetë mediat botërore namin me raportim dhe me lajme. Por krye lajm në Associated Press, në Reuters, në CNN, në New York Times, CNBC, gjitha, përveç linjës editoriale kundër Trumpit, që e kanë atë rreshtin Trump, Kushner, shkojnë të marrin ishull dhe të grabisin ishull, vijon titulli i lajmit, shqiptarët e nisën për Zvërnecin, por tani kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës. Është kushti vetëm i kësaj proteste, dorëheqja e kryeministrit për lidhjet e tij me narkotrafikun, për korrupsionin dhe për shpopullimin e Shqipërisë, për shkatrimin e Bregdetit, për shkatrimin e zonave të mbrojtura, pra sa janë përfshihen gjitha. Ama ky është titulli. Din mediat e huaja, di CNN-it vejnë tituj, edhe do e kishte vënë një titull nëse këtu do kishte përzire iraniane dhe ruse. Do e kishte vënë edhe media amerikane, New York Times. Është media majtë, është media që ka akuzu gjithë jetën Trumpin si zar të Rusisë, edhe nuk do e kishte bë këtë, që do ishte një kryevepër që të thoshte që Trumpi po merr ishullin, Putini ka ngritur revolucion në Shqipëri me rrezu liderin udhëheqësin botëror Edi Rama. Po nuk e ka as New York Timesi. Nuk e ka CNN-i ku vajti Rama shante Trumpin i thoshte është rrezik për njerëzimin. Pra, është thjesht një flusk, është thjesht një përpëlitje. Është një përpëlitje e një njeriu që nuk di ç'a të bëjnë nëse s'është kryeministër. E para përgjegjësia ligjore, që s'di si do shkojnë, kush do fillojnë t'ja kërkojnë përgjegjësinë ligjore, do ja kërkojnë përmes mekanizmave të tyre që mund t'i shtrëngojnë ndërkombëtarët me spakun, apo do e marrin anë dhe gjykojnë anë, nuk e di puna vet. Por për implikimin e qeverisë, implikimin e një shteti me narkotrafikun. Nga rastet vetme në Europë, se ka pas Amerika Latine, ka pas më i fundit që ky Maduro, kanë qenë të tjerë, Noriega, gjithë historia e Amerikës Latine, shumë shteteve kështu është. Por në Europë është rasti i parë, ndoshta, që pas luftës së dytë botërore, që të paktën më mend na, që nuk ka pas një narkoshtet. Nuk ka pas një qeveri që ishte akuzohej për lidhje me narkotrafikun dhe për favorizim narkotrafikut dhe thithje e parave të narkotrafikut dhe futja e tyre në ekonominë vendase, në kryesisht në ndërtim me lejen e kryeministrit vendit. Kështu që pranaj nuk ka tituj për përfshirjen e Rusisë dhe të Iranit edhe të Serbisë edhe të Greqisë edhe të Turqisë në revolucionin e flamingove. Shihni mediat edhe pastaj flasim prapë.